Tregu i Novosellës munges fuqi blerëse funksionon një herë në javë, ndërsa tregtarët janë jo vetëm nga Novosella, por dhe zonat përreth. Vetë tregtarët pranojnë se çdo vit situata mbetet e vështirë për shkak të largimit të popullsisë, duke sjellë dhe ulje të fuqisë blerëse. Shumë prej tyre tregtojnë këtu prej 10 apo më shumë vitesh, por duke se vështirësitë janë prezente. Blerësit janë kryesisht të moshës së tretë, çka tregon dhe faktin se fuqia blerëse ka rënë ndjeshëm, ndërsa sipas tyre nuk ja vlen as pak puna dhe mundi i tyre, referuar shitjeve që ata kryejnë. Kur vini në mëngjes? Më 4:30, 5 varet. Vini çdo javë? Çdo javë. Ja vlen mundi për Thosh ja vlen, nuk ja vlen, po s'kemi çfarë bëjmë. Nuk s'kemi me çfarë merremi tjetër. Sa vite keni që tregtori në Novosellë dhe si janë kushtet e tregut? Kemi vite, kemi goxha, kemi 10 vjet, po kushtet, Të njëjta janë, nuk kanë. po fare pak, ç'a të them, sa ka ndryshuar. s'ka fuqi blerëse, s'kan lek njerëz, Po çfarë? s'ka, normale që s'ka fuqi blerëse. Ka ngelur vetëm moshat e treta. Nga Roskovec. Si është fuqia blerëse? Shumë dobët. Çfarë ka ndikuar si pas fuqi? Që them, s'ka. Dhe aja Në vlen mundi 4:30 nga shtëpia, në 50-50 qore kemi këtu. Vini çdo të njëjtë? Çdo të njëjtë. Ja vlen mundi? Jo, Po ditë të tjera ku shiste, ku tregtori? të ndryshme. Kemi programe të ndryshme, pazare të ndryshme. Dje ishim Libosh, më keq akoma, përgjithësi nuk ka. Pse ndodh kjo? Njerëzit nuk S'kan lek apo janë larguar? Ka njerëz larguar si? Po ça janë larguar, ça mosha tretë nuk ble. Të rinjt kanë ikur. Puna shko se s'kan njerëzit lek. Ja, i morëm bananet, ne diqoj prapë shtëpi tani. Po e mbullim kartonin. Nga vinin? Ne nga Roskovec. Nga? Nga Roskovec. Sa kohë keni që punoni në treg këtu? Unë kam 20 vjet. Ka ndryshuar në që kushtet e tregut si janë? Tash ka ndryshuar nga krahasim përpara se shuash një javë shet, për shembull një javë nuk shet, varet. sot keni dalë me humbje. Sot me humbi një herë. Ja, bananet gjithë aty. Çfarë janë kryesisht? Nuk ka moshë, nuk ka njerëz, nuk ka në fuqi blerëse, çfarë? Po s'kan të blej. Po i them, s'ka njeri, s'ka kush do marrim. S'ka që blejnë fuqi blerëse si është? Ka rënë, është Një 5% që mund të blejnë, kurse të tjerë vim kalojnë titën. Në që të blejnë. Edhe ka shumë të shtrenjta, edhe ai do ushqesa, pëse do vete ai nuk ka treg jo. çka ka ndikuar që s'ka fuqi blerëse? Po s'ka se ja unë për shembull marr 100.000 lekë pension. 100.000 lekë pension, mua më takon 30 paketa në ditë, edhe një çakmak do e marrë se do e ndes. Pastaj po bukun. Me çfarë ta blej? Po do drita që merret ka marrë 60 euro. Që thanë është ullu 50%. Ato janë ngritur 5%. Ka fuqi blerëse? Ka po s'kam para. Ka që shmarja. Duan të hani, duan të pinë, po nuk e them do të atin se që në ambra pa që në. S'ka po. Jeni vetëm moshatarë. Tregu i Novosellës ka ndryshuar shumë pak edhe nga infrastruktura dhe përmirësimi i saj, ndërsa çdo javë më shumë. Fuqia blerëse ka rënë ndjeshëm duke ndikuar negativisht edhe tek vetë tregtarët, të cilët vijojnë të përballen me vështirësi.